Shqipëria ka porositur dhe pritet të marrë së shpejti një sistem të sofistikuar të mbrojtjes kundër ajrore, deklaroi kryeministri Edi Rama. Tani më jemi gati, kemi bërë dhe porosin edhe për mbrojtjen më të sofistikuar kundër ajrore, të cilën do ta ketë shumë shpejt edhe Shqipëria. Kreu i qeverisë tha se objektivi është që brenda vitit 2028 forcat e armatosura të kenë të gjitha mjetet dhe kapacitetet sipas standardeve të NATO-s. Ushtria shqiptare do t'i ketë të gjitha mjetet, të gjitha kapacitetet deri tek armët më të sofistikuara. I pranishëm në ceremoninë e dorëzimit të forcat e armatosura të 40 mjeteve të para taktike të prodhuara në vend sipas standardeve të NATO-s nga kompania Timac Defense, Rama cilësoi këtë hap pjesë të nismës për ringritjen e industrisë ushtarake. Ai përsëriti edhe zotimin që Shqipëria të jetë gati për ditën kur Tirana do të pres samitin e Aleancës së Atlantikut Veriut. Ku siç e kemi premtuar, mbrojtja e qiellit në samitin e NATO-s, ku do të jetë edhe presidenti i Shtetit Bashkuara, që e dini vetë ju se si mbrohet nga qielli, nga toka, nga Marsi, nga hëna, mbrojtja e qiellit do të bëhet me dron super inteligjent të prodhuar këtu në Shqipëri, made in Albania. Duke e cilësuar këtë një ditë historike për forcat armatosura shqiptare, kryeministri theksoi synimin që armët made in Albania të bëhen pjesë edhe armatimit të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Parafiguroni një ushtar të Shtetet Bashkuara me një prodhim made in Albania në kompleksin e pajisjeve të tij. Krahas mjeteve për forcat armatosura, kryeministri bëri të ditur se aktualisht po prodhohen edhe 14 automjete të reja zjarrfikse. Ne do ndërtojmë një flotë zjarrfikse që do të jetë njësoj si flota e ushtrisë. Duke theksuar se vendi ka hyrë në një fazë krejtësisht të re, Rama prezantoi edhe disa risi të tjera që lidhen me modernizimin e forcave të armatosura. Të gjitha ushtritë e NATO-s që janë në vende turistike, në shtete me turizëm, kanë dhe komponentin e vënies në dispozicion të aseteve të tyre për turizmin. Nënvizoi se aktualisht 30 vende kërkojnë dhe përdorin mjetet prodhuara në Shqipëri, ndërsa paralajmëroi zhvillime të reja për mjetin e parë ushtarak shqiptar, të njohur si Shota. Mezi pres që të fillojmë të tregojmë edhe disa gjëra të tjera. Kryeministri njoftoi krijimin e një baze të re logjistike në shërbim të kompanive dhe emergjencave, si dhe hapjen e Ministrisë së Mbrojtjes për turizmin.